Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 8 korrik dhe kishën ortodokse në këtë datë na nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 13, vargu 31 deri në vargun 36. Le ta lexojmë këtë pjesë të Ungjillit sipas Mateut dhe ta komentojmë sipas etave. Ai u propozoi atyre një shëmbulltyr tjetër duke thënë: Mbretëria e qiejve i ngjan një kokre sinapi, të cilën e merr njeri dhe mbjedh në arën e vet. Ajo padyshim është më e vogla nga të gjitha farat, por kur rritet është më e madhe se të gjithë barishtet dhe bën një pemë, ai sa zojtë e qiellit vinë dhe gjejnë strehën në degët e saj. Ai u tha atyre një shëmbulltyr tjetër: Mbretëria e qiejve i ngjan majas që merr një grua dhe zë brum me 3 masa mielli derisa brumi të mbryhet plotësisht. Jesu ju tha turmave gjitha këto gjëra në shëmbulltyra dhe u flis atyre vetëm me shëmbulltyra, që të përmbushet ç'është të thënë nëpërmjet profetit. Unë do të hap gojën time në shëmbulltyra dhe do zbuloj gjëra të fshehura që nga themelimi i botës. Atëherë Jesu, mbasi i lejoi turmat, u kthye në shtëpi dhe dishepujt ju afruan e i thanë: Na shpjego shëmbulltyrën e egjës në ar. Le të fillojmë të lexojmë varg me varg dhe ta komentojmë sipas hetërve. Vargu 31 na thot: Ai u propozoi atyre një shëmbulltyr tjetër duke thënë: Mbretëria e qiejve ngjan një kokre sinapi, të cilën e merr njeri dhe mbjedh në arën e vet. Shënjau Gojarti thot se kokra e sinapit përfaqëson predikimin e Krishtit ose besimin në Krishtin. Në fillim kjo fjalë duket e parancishme dhe besimi duket i vogël, por përmban një fuqi të madhe që këtë e tregoi edhe koha. Shën Agustini e sheh njeriun që mbolli këtë farë sinapi si Krishtin, ndërsa ara është bota ose zemra e njeriut ku mbyllet fjala e Perëndis. Prandaj mos e vlerësoni një fillim të vogël, një lutje të shkurtër, një vepër dashurie që duket e parancishme, një pendim i sinqert ose një fjalë e mirë mund të sjellë fryte të mëdha me kalimin e kohës. Zoti shfrytëzon çdo gjë të vogël të mirë për të bërë gjëra të mëdha. Prandaj vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 32: Ajo që padyshim është më e vogla nga të gjitha farat, por kur të rritet është më e madhe se të gjitha barishtet dhe bëhet një pemë, aq sa zogjet e qiellit vinë dhe gjejnë strehë në degët e saj. Shën Jeronimi shpjegon se Ungjilli filloi nga një grup i vogël dishepuj, pra 12 dhe 70, por u përhap pasaj në të gjithë botën duke ndryshuar gjithë perandorinë romake. Shën Ilari i poetierës thosë se çdo gjë simbolizon popujt që gjejnë shpëtim dhe prehen në kishë, në institucionin kishtar, në kishën katolike apostolike, ku bëjnë pjesë të gjithë kombet. Rritja shpirtërore kërkon kohë, Perëndia shpesh vepron gradualisht, jo menjëherë, dhe kisha, familja dhe besimi ynë rriten me durim, pra kjo është shumë e rëndësishme. Por vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, vargu 33 ku na thotë: Ai u tha atyre një shëmbulltyr tjetër: Mbretëria e qiejve ngjan majas që merr një grua dhe zë brum me 3 masa mielli derisa brumi të mbryhet plotësisht. Shën Ambrozi thot se majaja është fjala e Perëndis ose iri i Shpirtit Shenjtë, i cili ndryshon njeriu nga brenda, ashtu si vepron majaja brenda mjedhit të brumit. Origjeni, që mbahet si një shkrimtar, jo si një shenjtor, sepse ai është dënuar edhe për herezit, por disa mësimet e tij kisha i pranon, interpreton 3 masat e miellit si të gjithë qenie njerëzore, trup, shpirt dhe mendje, të cilat duhet të shenjtërohen nga hiri i Shpirtit Shenjtë. Transformimi i krishterë nuk është vetëm ndryshim i jashtëm, hiri i Perëndis depërton çdo pjesë të jetës sonë, mendimet, fjalët, marrëdhëniet dhe veprat. Por vazhdojmë të lexojmë në vargun 34 ku na thuhet: Jesu i tha turmave të gjitha këto gjëra në shëmbulltyra dhe u flis atyre vetëm me shëmbulltyra. Krishti e kishte si traditë që ai të fliste me shëmbulltyra, dhe Shën Gojarti shpjegon se Jesu i përdorte shëmbulltyrën për të zgjuar dëshirën e atij që kërkonte vërtet të dëgjonte dhe për të kuptuar të vërtetën, sepse kemi thënë edhe tjera, shëmbulltyra është një krijim poetik, një sajes historike që jepet tek dëgjuesit, por për ata që kanë dëshirë, ata e vënë mendjen në punë dhe gjejnë të vërtetën. Të tjerët e shikojnë thjesht si një
aspekt historik edhe aq. Ata që kishin zemër të hapur do ta kuptonin kuptimin e thellë të shëmbëtyrës. Perëndia nuk e imponon të vërtetën. Ai na kërkon që ta gjejmë të vërtetën me porositë, lutje dhe studim. Prandaj edhe në shkrimin e shenjtë ka disa vende që duken si mjegullnaja. Jo më kot janë lënë ato vende sepse Perëndia kërkon aty të provojë secilin për nesh. Dëshirojmë të hyjmë në misterin e vërtetës apo thjesht distancohemi ose edhe më keq ta keq interpretojmë sipas mendjes sonë. Ktu është vendi ku bien dhe heretikët, të cilët kërkojnë me egoizëm të njohin të vërtetën pa porosi dhe pa durim, dhe ata bien në keq interpretime të shkrimit të shenjtë. Lexojmë në vargun 35 ku na thuhet që të përmbush çështën nëpërmjet profetit. Unë do të hap gojën tim në shëmbëltyrë dhe do zbuloj gjëra të fshehura nga themelimi i botës. Ky varg i referohet psalmit dhe Shën Augustini thotë se misteret e mbretërisë kanë qenë të fshehura në dhjetën e vjetër dhe gjitha këto u zbuluan plotësisht në Krishtin. Pra, Krishti erdhi si një interpretues dhe përmbushës i dhjetës së vjetër të ligjit dhe të profetëve, po dhe të vetë psalmeve. Shëmbëtyra nuk janë thjesht tregime morale, pavarësisht se duken të tilla, ato zbulojnë misterin e planit të Perëndisë për shpëtimin. Pra, shëmbëtyrat e Krishtit fshinin brenda urtësinë e Perëndisë. Ashtu siç janë edhe shumë tregime ose pralla që fshehin urtësinë e një populli. Sa më shumë që njeriu afrohet me Krishtin nëpërmjet doktrinës dhe misterëve të kishës, aq më shumë ai e kupton fjalën e Perëndisë. Leximi i shkrimit të shenjtë bëhet më i thellë, sidomos kur shoqërohet me lutje. Pra, para se neve të lexojmë një pjesë nga shkrimi i shenjtë, është e mira që të bëjmë një lutje të shkurtër. Ka një lutje kisha, Zot njëri dashur bëj që shkëlqen në zemrat tona drita e kulluar e njohjes së një sate, që sy të mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore, në dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim gjitha epshet truporit, mundem kalojmë një jetë shpirtërore duke menduar dhe duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçimi i shpirtave dhe zemrave tona o Krisht Perëndi, dhe ty ta detyrim lavdim bashkë me atin e panisëm shpirtin e të shenjtë të mirë dhe të bërës, tani e për erën një jetë bamin. Me pak fjalë, kjo është lutja që bëjmë, por mund themi edhe një lutje të shkurtër, edhe pse nuk mund ta themi këtë lutje të gjatë, që është lutja e kishës para leximit të ungjillit, mund themi edhe një lutje shkurtër, Zoti Jezu Krisht më ndriçon mendjen që t'i afrojmë me porosi urtësisë sate. Dhe patjetër që Zoti e dëgjon këtë lutje duke bërë të shenjën e kryqit para se të fillojmë të lexojmë shkrimin e shenjtë, sepse kemi nevojë për ndriçimin hyjnor që të kuptojmë urtësinë e Perëndisë të fshehur brenda këtyre shëmbëltyrave. Por le të lexojmë edhe për vargun dhe themi për vargun 36, atëherë Jezusi mbasi i lejoi turma të kthyen në shtëpi dhe dishepujt i ofruan dhe i thanë: "Na shpjegoj shëmbëtyrën e egjës në ar." Pra, shënjangu i arti vëren se dishepujt nuk u turpëruan të pranonin se nuk kuptonin. Përësia i bën të aftë që ata të merrin mësimin më të plot nga Krishti. Shënqëriri i Aleksandrisë thekson se Krishti shpjegon misteret atyre që kërkojnë sinqerisht. Edhe sot nuk është dobësi të thuash nuk e kuptoj. Në jetën shpirtërore porësia hap derën e urtësisë. Ajo kërkon me sinqeritet dhe gjen. Dhe një përmbledhje e përgjithshme e të gjithë këtyre që lexuam është kokra e sinapit na mëson se Perëndia fillon me gjëra të vogla, siç është dhe fara e sinapit, por prodhon rezultate të mëdha ashtu si ajo shndrohet në një bim të madh që ngjan një lloj shkurre. Majaja na mëson se iri vepron në heshtje, duke ndryshuar zemrat nga brenda siç ndryshon dhe majaja brumit. Shëmbëltyrë na kuptojnë se vërteta e Perëndisë zbulohet tek ata që kërkojnë me besim dhe përurësi dhe jo thjesht dhe pa mund. Dishepujt janë shembull se njohja e Perëndisë vjen përmjet pyetjes së sinqertë dhe të përulur për të mësuar nga Krishti dhe nga kisha. Sipas etërve të kishës, këto vargje nuk flasin vetëm për përhapjen historike të kishës, por dhe për rritjen shpirtërore të çdo besimtari. Pra, çdo besimtar e fillon besimin si një farë e vogël, por hiri e transformon njeriu nga një besim i pakët, pastaj me kalimin e kohës ai bëhet një besim i madh, paqësor dhe bekim edhe për të tjerët, duke na dhënë këtu shembullin e kokrës së sinapit. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.